Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Ditët e fundit u zhvilluan në 4 gusht zgjedhjet paraprake brenda partive të ndryshme, Partisë Republikane dhe Partisë Demokrate këtu në shtetin e Michiganit. Por një dukuri që bëri lajm për të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishte fitoria në primare të Abdul El Sayedit, një kandidat i Partisë Demokrate i cili nuk ishte në fakt mbështetjen bazë të partisë, dallohet më tepër anon nga progresistët dhe ai arriti të marrë nominimin demokrat për Senatin Amerikan edhe pse kundërshtarja e tij Haley Stevens kishte mbështetjen kryesore të partisë. Për të analizuar këtë dukuri dhe zhvillimin e fushatës paraprake, unë kam ftuar mikun tonë, zotin Reginaldo Nazarkun, i cili është edhe analist politik por dhe strateg i fushatave elektorale, i cili ka ndihmuar drejt për së drejti zotin Abdul El Sayed në këtë fitore. Zoti Nazarku, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Është kënaqësi të shohim shqiptarët, ne gjithmonë nxisim këtë fakt që të angazhohen në politikë. Ju jeni angazhuar drejt për së drejti vet, por ndihmoni të tjerët edhe nëpërmjet kompanisë që drejtoni në fushatat elektorale. Në këtë rast, urime për fitoren e kandidatit të cilët ju mbështetët, zotit Abdul El Sayed, për bëri lajm në Shtetet e Bashkuara. Pse u bë kaq virale fitoria e El Sayedit, Abdul El Sayedit? Goxha pyetje mirë për ta filluar. Mund të dedikosh një segment të gjithë vetëm kësaj pyetje. Arsyeja kryesore pse kjo garë u bë pikëqendër e vëmendjes elektorale është për shkak të çka ndodhi në 2024, ku të dyja partitë, po në veçanti Partia Demokratike, për shkak të çka ndodhi në Gaza, i cili u bë një problem kyç i fushatës elektorale të Kamala Harris dhe Joe Biden para saj, Partia Demokratike u përça në 2 kampe. Kampin e establishmentit dhe kampin anti-establishment. Nuk do e quaja thjesht kampin progresiv, sepse nuk është thjesht kampi progresiv, është kampi anti-establishment, kampi që është, do me thënë, i fryrë, le të themi, me politikat të përditshme të Partisë Demokratike, që nuk përqendrohen tek njerëzit e thjesht. Dhe fushata e doktor Abdul El Sayedit përfaqësoi këtë frymëzim, do me thënë. Po mirë, është sepse ka 2 probleme këtu. Qëndrimi ndaj Izraelit, ose qëndrimi që duhet mbaj Amerika ndaj Izraelit, që është njëri problem, në cilën El Sayed ka mbështetjen përgjithsisht në Tirbon, që është me preardhje arabe, popullsia, apo çështja tjetër e së majtës brenda kampit demokrat, apo progresive. Janë 2 çështje të cilët së bashku bashkohen tek El Sayedi në këtë mes. Është një koalicion, do të thosha, që u bashkua tek El Sayedi. Po. Dhe koalicioni nuk është thjesht koalicion identitar që për shembull Izraeli ose të majtet, ose është koalicion i pjesëtarëve të Partisë Demokratike, të cilët janë të mbushur me politikat e zakonshme të partisë dhe që duan, dhe të amerikanëve të përgjithshëm, do të thosha, që duan investimet e shtetit tyre të qëndrojnë në Amerikë. Duan zhvillim ekonomik, duan zhvillim shoqëror këtu në vendin tonë. Politikat e jashtme dhe sidomos ngërçi politik që ndodhet në Washington DC, ku politikanët ditë për ditë dalin që punojnë për interesa speciale, lobi të huaja e kështu me radhë, nuk rezonojnë më me publikun amerikan. Është diçka që po shfaqet tej e më tej. Në të dyja partitë kemi El Sayedin, po mund të jap një shembull të Thomas Massing nga ana republikane, për shembull. Megjithatë, El Sayedi në një konferencë shtypi para një dite deklaroi edhe kundër atij të cilë vendin e cilit po e kërkon, domethënë ish senatorit Gary Peters, i cili edhe deklaroi kështu, Gary Peters ka marrë kaq $17 milion nga bizneset e ndryshme, nga kompanitë
farmaceutike e tjera. A është kjo me cilën ne do të shohim pse fitoi El Sayedi edhe kundër kandidates tjetër, Stevens? Publiku amerikan është mërzitur me rolin e parave në politik. Dhe paraja në politik ka arritur një rol, do me thënë, me përmasa që kanë të kaluar limitet e perceptimit publik, ose çka mund të mbaj perceptimi publik. Për shembull, në fushatën e doktorit El Sayed u shpenzuan 70 milion dollar kundër tij, duke ardhur nga AIPAC, lobi izraelit në Amerikë, nga establishmenti demokratik, edhe nga ata që e mbështesin kandidaturën e Stevens. Por 70 milion ishte fushata më e shtrenjtë senatoriale në historinë e Shtetet e Bashkuara. Dhe nëse 70 milion dollar po shpenzohen për të mposhtur një kandidat, atëherë kjo flet për identitetin e politikës në Amerikë. Është një identitet që nuk përfaqëson më interesat publike, por përfaqëson interesat speciale. Mirë, ti thua interes speciale, unë do thosha ai është interesi kryesor publik, se cila prej këtyre partive do të marrë senatin. Po sigurisht, jo, është interesi partijak, do thosha. Po, interesi partijak, pra. Për interesi publik, po themi njerëz si unë dhe ti, se çfarë roli luajmë ne në zgjedhjet që vijnë, është minimal në krahasim me çfarë roli luan leku. 70 milion dollar, nëse hidhemi nga kampi republikan, Thomas Massie humbi zgjidhjen e tij, 32 milion dollar u shpenzuan kundër Thomas Masseit, nga të njëjtat interesa speciale, që u shpenzuan kundër doktor El Sayedit. Dhe humbi, do me thënë, me një margin shumë të vogël. Dhe edhe nga ajo anë duhet jemi të vëmendshëm, sepse po ndodh një lëvizje edhe për brenda kampit republikan, e kemi diskutuar më parë që ka një përçarje mes MAGA dhe America First. Po ndodh, është tendencë politike e gjithë publikut amerikan, pavarësisht se si e emëron, do me thënë blu apo të kuq demokrata, nuk ka rëndësi, sepse fundja fundit është amerikani thjesht që do një politikë ndryshe. Kjo është përgjigjja ime dhe kjo është çka njerëzit shohin te fushatat grassroots, kur I themi fushatat që vinë tek kandidat si El Sayed ose tek kandidat si Massie. Në analizën tuaj, ju keni qenë edhe një nga personat cilët keni biseduar drejt për së drejti me Abdul El Sayed dhe keni këshilluar për drejtimet të ndryshme politike, por të ndalemi tek angazhimi në kërkesat që ju thatë për njerëzit e thjeshtë. A I referohet fushata El Sayed njerëzve të zakonshëm, interesave të tyre. Me aq sa kam dëgjuar, kam aty edhe parrulla demokrate progresiste, janë pjesë të fushatës, po sa I referohen kësaj ideologjisë progresiste, apo sa I referohen interesit të votuesit të thjeshtë? Unë do të thoshe që I referohen interesit të votuesit të thjeshtë kryesisht. Pse? Sepse motoja e fushatës ishte money out of politics, parat jashtë politikës, money in your pocket, para në xhepin tënd. Medicare for all, do me thënë mjekësi për të gjithë, mjekësi falas për të gjithë. Nuk po them që çdo gjë është e realizueshme nëse El Sayed fiton, sepse fundja fundit është 1 prej 100. Edhe nëse e marrim mëtej me dhomën e përfaqësuesve, është 1 prej 535. Por ai shërben si simboli, do të thosha, I vizionit të publikut të thjesht, për çka do të përfaqësoj atë në Kongresin Amerikan. A është El Sayed një mandamin tjetër? Jo. E kam dëgjuar këtë kryesim edhe më herët. Janë shumë, do me thënë, ndoshta baza se përse fituan garat, kjo tendenca e popullit që të jetë I pak kënaqur me politikën e zakonshme, ndoshta. Por El Sayed është shumë ndryshe nga Mamdani. Pikë e parë, El Sayed nuk është socialist. Do me thënë, Mamdani ka tendencia më socialiste në politikën e tij se sa El Sayed. El Sayed u pyet troç në një intervistë që ai e socialista, jo, tha, unë jam kapitalist. E tha shumë troç. Mirë, është tjetër si deklaroj, është tjetër si vepron. Edhe bisedat e veta, edhe intervistat e veta, për shembull, El Sayed nuk është kundër biznesit të vogël, nuk është kundër biznesit
të përgjithshëm, është kundër ndërlidhjes të interesave korporatiste me shtetin. Dhe kjo në pikpamjen time është politikë që po rezonon edhe nga kampi republikan. Në të gjithë palët, sepse secili në fund fare e shikon xhepin e vet, ti e përmende këtë si fakt. Po. Pra edhe republikanët duan të paguajnë sa më pak në gas station, duhet ajo e ashtu quajtur përballim i jetesës, affordability, është një nga elementet që të dy palët po i përmendin, po kush e përmend për se ka me gjithë mend, apo kush e përmend për propagandës për blen tjetër. Është një pikë shumë e rëndësishme sepse ne flasim për infrastrukturën lokale, në fundit, edhe pse kjo mund të jetë një garë me përmasa kombëtare në influencën e saj, është një garë lokale në Michigan. Elsa Jet nuk do të përfaqësoj çdo do të përfaqësoj Michiganin. Po pra, Michiganin dhe sidomos me që është edhe nga Dearborni, një zonë ku është përqendrimi më i madh i popullsisë me origjinë nga lindja e mesme, edhe natyrisht edhe interesa, unë kam pasur miq aty, palestinez, kisha... Po kjo është pika kyçe për fushatën e El Sayed, se edhe pse ai mund të vi nga një prapasken muslimane, arabe, është i lindur e i rritur këtu e pare punës, është i rritur edhe nga njerka e vetë, stepmom, e cila nuk është arabe, është amerikane, dem babaden, kur i themi, që nga vitet 1800, ka dhënë reklame me gjyshërit e vetë që i ka nga Michigani, dem babaden, kanë luftuar në luftë civile, kështu me radhë. Është një mix identitetesh. Si që është identiteti amerikan? Po pra, është amerikan. Kjo është kyç, edhe ai e ka theksuar këtë që unë mund të kem shkuar në Egjipt, po unë jam amerikan. Jam këtu të përfaqësoj interesat e amerikanëve dhe të Amerikës, jo interesat e egjiptianëve, jo interesat e izraelitëve, s'ka rëndësi. Dhe kjo është një platformë që rezonon me dikë, qoftë nga Dearborn apo qoftë nga Muskegon në Michigan, sepse fundja fundit jemi të gjithë në një anije, në anijen e Shteteve të Bashkuara. Se ngavim e prej ngavim ka rëndësi, po kur vjen te politikat e xhepit, kur vjen te politikat e familjes, jemi të gjithë në një anije.